Ju përshëndes 24 qershor, çoni luftoni për vendin tuaj. Dje folëm për revolucionin e qershorit. Nga arkivat e Departamentit Amerikan të Shtetit, në librin tim Amerika Pragmatizëm ndaj Shqipërisë, çfarë thuaj kur Zogu u rikthye në Shqipëri? Është folur shumë se ka ardhur me ushtar serb, rus. Më 25 dhjetor, në telegrami numër 875000, fraksion 167, Grant, ministri Amerikan në Tiranë, informon sekretarin e shtetit se Ahmet Bej Zogu hyri në Tiranë në mëngjes. Mbretëron qetësia, asnjë shenjë serbësh apo rusësh, mes tyre që i shkojnë pas. Kundërshtarët vazhdojnë kundërshtimin në jug. Shkodra ka rënë në duart e partizanëve të Zogut. Në arkivin e Departamentit të Shtetit, në botimin vjetnor, kemi një telegram të 25 marsit, kur sekretari kërkon të di rreth traktatit mes Italisë dhe Shqipërisë. Duket qartë që Amerikanët kanë qenë xheloz ndaj italianëve. Ilios Vrioni nuk i jep ministrit Amerikan kopjon e traktatit me Italinë, sepse nuk ka të drejtë ta bëjë këtë pa marrë ratifikimin e parlamentit. Kjo e ligështon diplomatin Amerikan. Por i vjen në ndihmë një mik italian që ja siguron kopjen e originalit. Në 17 prill, Grant i ka dërguar një letër ministrit të jashtëm shqiptar Vrionit, ku i shkruan se më vjen keq që projekti i kompanisë amerikane është mbajtur në sishtaret e qeverisë. Pra që në atë kohë ka qenë Shqipëria që afronte burimet e saj të naftës dhe kërkonin të përfitonin anglezë, italianët, amerikanët. Por Zog mbetet nga shtetarët i cili ka pasur marrëdhënie më të mira me Amerikën, më i zgjuar, më pragmatik, madje jo larg meje këtu në Long Island, është dhe një pallat i madh ku Zogu kërkonte të ngrinte qeverinë e tij në ekzil, një pallat i madh që më vonë është plaçkitur nga njerëzit sepse nuk u paguan taksat dhe e mori konteja. Sot presidenti Trump ka qenë u përball me realitetin. Jo kam thënë që është hiperbolik, kalon, do më thënë aje quajtje sukses fantastik, shkatrimin përfundimtar të bazave ku bëj pasurimi i uraniumit, por shkencëtar të ndryshëm thonë që kjo mund mos ketë ngjarë, sepse nuk e dim saktësisht, pa shkuar në vend për të parë dëmin, janë me mirat centrifuga për pasurimin e uraniumit dhe kanë qenë rreth 400 kg uranium i pasuruar në 60%, i cili mund të transportohet letas dhe në makinat vogla. Menjëherë Trump kërkoi të merrte meritat e mëdha si kandidat për çmimin Nobel, duke thënë që paqja e përjetshme do të nisë midis Izraelit dhe Iranit. Të dy kanë shkelur. Përpara se të nisej për në Hag, Trump ka shpërthyer një njerëz që në 2 natës është gjithmonë i zgjuar, 12 kanoqe me Coca-Cola, e bëjnë që kafeina tjetë shumë e lartë dhe gjithmonë është i agitated gjithmonë, dhe për herë të parë një president amerikan ka dalë kundër Izraelit. Izrael ndalo pilotët kthej, mos bombardo. Të dy vendet po bëjnë diçka, madje përdoret edhe një fjalë të ndyrë në median sociale, është i pakënaqur. Natyrisht Trump nuk kishte një endgame. Ajo që bëri, bombardimi, ishte diçka që u mbështet nga emrat mëdhenj politikës amerikane, nga ish zëvendës presidenti Pence, nga ambasadori Bolton dhe ish sekretari Pompeo. Bolton thotë që nuk duhet ndali këtu. Është diçka që duhet të ishte bërë dekada më parë, Trump bëri gjën e dur. Natyrisht që ja lehtësoi shumë, sepse 125 avion shkuan thuajse lirshëm mbi hapësirën ajrore të Iranit, të shkatruar nga Izraeli. Ideja, thot Bolton, që s'do të ndalojmë këtu, duhet kemi ndryshim regjimi. Në qoftë se Vance dhe Hegseth apo Rubio thanë që nuk kemi atje për të ndryshuar regjimin, Trump në një status ta që të keqe ka që të ketë dhe ndryshim regjimi. Dhe me të vërtet nuk ka. Pakënaqësia është shumë e madhe, thot Bolton. Dhe segmente ndryshme etnike janë kundër ajatollave. Mullave të cilët duan që janë në një çast mbi jetese. Ndaj ishte qesharake, kanë njoftuar amerikanët se do dërgojmë disa raketa në Katar,
raketat nuk kanë bërë asgjë, por në median e Iranit thotë që u shkatrua përfundimisht baza amerikane në Katar. Është një lojë propagandistike dhe duhet të jesh shumë i kujdesshëm mos beshosh as çfarë thot Netanyahu, as çfarë thon Mullah, por dhe as çfarë thot zoti Trump. E vërteta është vështirë të gjendet. Pse Izraeli do të pranonte një paqe? Sepse kanë filluar të goditen dhe të shkatrojnë ndërtesën Tel Aviv. Nuk mund të interceptojë të gjitha raketat që hidhen nga Irani. Iranit mund të kenë mbetur dhe 2500 raketa. Pra, me 10 raketa në ditë, kjo mund të vazhdojë edhe një muaj. Por problemi është sa raketa interceptuese i kanë ngelur Izraelit, këta askush se di. Ndaj janë detyruar të ulen. Ajo që ata prishën atë marrëveshjen është se pikërisht kërkojnë të shkatrojnë të gjithë shtratet e raketave që lëshojnë raketat. Ka më pak shtretër raketa se sa raketa Irani. Në qoftë se ja shkatrojnë, nuk ka mundësi që të godasë më. Nga ana tjetër, Irani kërkon të dëmtojë sa më shumë banorët civil, sepse ka kohë që Izraeli, duke mos pasur shumë raketa kundërajrore, ka vendosur të mbrojë vetëm pozicionet ushtarake dhe të lërë në mëshirë të fatit ndërtesat e qytetarëve civil, por ka një sistem alarmi që të jep një kohë 10 minuta mund të shpëtosh. Trump ishte euforik, por nuk është era parë që një president amerikan godet. Në 1988 ka qenë i madhi Ronald Reagan, kur Irani ka mbyllur gjirin e Hormuzit, thuajse ka shkatruar gjithë marinën ushtarake Tiranit, por gabimisht u godit dhe një avion civil ku vdiqën 299 vetë. Irani u trëmb. Ndaloi. Kur Saddami u përmbys në 2003, Irani ndaloi. Pra, është një regjim që mbështetet tek frika për të mbajtur në kontroll njerëzit e tij, por friksohet vetë, sidomos nga fuqia e madhe e Amerikës. Suksesi është që Hezbollah, Hamas, Houthis në Yemen thuajse janë shkatruar. Irani gaboi. Masa e të rinjve në masën më të përqindja më e madhe e njerëzve në Iran janë nën moshën 30 vjeç. Ata e shikojnë se si jetojnë në vendet përreth, duan të jetojnë më mirë. Pra ekziston mundësia e ngritjes për të përmbysur regjimin. Janë ngritur disa herë të fundit, në skenë ka dalë princi djali mbretit, i cili ofrohet për një transformim të ndërmjetën të pushtetit, ka kërkuar që të dorëzohet Khamenei, i cili është 86 vjeçar, ka qenë 89 në pushtet dhe duket që ka probleme mendore dhe në vitet e fundit të jetës është bërë më agresiv se ç'duhet. Në qoftë se Irani prodhon armën bërthamore e përdor ndaj Izraelit. Por nuk është vetëm Irani problemi aty. Problemi është Izraeli. Por Izraeli ka mbështetje të pakushtëzuar nga amerikanët me miliarda dollar ndihmë ndaj tij. Era parë pra që një president del haptas ndaj tyre është zoti Trump sot përpara se të nisej në NATO. Takimin e Hagës. Çdo të ndodh në Hagë, sot do të ketë një darkë. A do të arri Rama, lideri global i Ballkanit, me servilizma të fitoj objektin dhe të marrë interesin e Trump? Çdo gjë mund ngjas. Rama mund të shohet si shakazakon, pa protokoll mund të thotë që është fat i madh që në Amerikë fitoi një burr si ky, shpëtoi botën, shpëtoi Evropën dhe mbështesi. Ose Trump mund ta injorojë, siç e injoruan, nuk e ftuan në Vatikan apo tek katedralja e Parisit kur u pa me çiftin të pështirë, të krusur, të plakur, të vetmuar. Natyrisht që kur ndodhin gjëra të mëdha, spostohen problemet Ballkani, Shqipëria, po harrohet edhe Ukraina. Zelenski, Trump ka thënë nuk e duan truezën e bisedimeve që do të jenë të mërkurën. Mund të jetë vetëm në takimin sot në darkë, pra të martën. Kush do ta fitojë përqendrimin e vëmendjes? Zelenski, Rama, Meloni apo kloun të tjerë. Trump e ka bërë të qartë, mbledhja do të jetë shumë e shkurtër, nuk do të ketë deklaratë përbashkët, nuk do të flitet për artikullin 5. Kërkon 5% të GDP-s. Spanja ka thënë nuk e përballoj dot. Trump e ka sulmuar. Ndërkohë që gjermanët
francezët kanë dalë me një ide të retën që të paguajmë 3.5% dhe 1.5% të jenë për investime plotësuese për mbrojtjen si ura, rrugë, pra që në fakt janë për ekonominë. A do të hajë zoti Trump këtë? Trump, duke vënë kushtet 5% dhe duke më zbatuar artikullin 5, thuaj se del nga NATO. Është orvatur ta bëjë në 2018. Dhe siç më ka thënë ambasadori Bolton, në atë darkë, Rama është quar dhe ka thënë duhet kemi mirënjohje për Amerikën, sepse kjo aleancë ekziston prej tyre. Dhe Trump e mban mend këtë. Natyrisht që ajo që nuk po i shkon dhe nuk po i ecën Ramës, është mosnjohja zgjedhjeve ende nga amerikanët, mund mos ketë kurrë njohje, por mund mos kemi as mosnjohje, sepse ky departament është në disa rej siç e kanë theksuar, por kanë filluar emërimet e skripterëve të djathës dhe duket që njerëzit e Laçivitës kanë pushtet. A kanë ndikuar dhe a ka dëshirë Laçivita të ndikojë për të mbështetur opozitën për të cilës duhet këtë marrë të paktën 2 milion euro, sepse kaq është niveli i tij kur futet në fushat, nuk mund ta bëj haptas sepse nuk është i regjistruar si lobist. Por aksesi është shumë i madh. Dan Scavino, një nga kolegët e tij zyrës, është zëvendës shefi kabinetit Trump. Tek Situation Room, atë ditë kur po ndiqnin në bunkerin e shtëpisë bardhë ekzekutimin e planit Iran, ai ishte aty. Vajza Laçivitës, Victoria, është drejtoresh e komunikimit në shtëpinë e bardhë. Rubio ka një uri për Shqipërinë, por nuk është marrë as me Ballkanin, as me ne. Fakti që Amerikanët nuk kanë fluturuar me triumfet mëdha si BE-ja tregon që janë të akut dhe nuk janë të kënaqur dhe nuk pranojnë këtë lloj sistemi të marrë peng, aq më tepër që departamenti ka thënë që do jetë kundra platformave të Sorosit kudo në botë. Shpresojmë paqja të vendoset me Izraelin dhe Iranin, diçka të zgjidhet me Ukrainën, atëherë vëmendja amerikane do të kthehet edhe nga ne. Ju falenderoj, ndiqni kanalin tonë çdo ditë, abonohuni, subscribe, thanks. Kudo në Shqipëri.